Në frymën e krijimtarisë, ndërgjegjës mjedisore dhe promovimit të artistëve të njohur, por edhe të rinj, festivali më i rëndësishëm i muzikës jazz në Kosovë, Mitrovica International Jazz Days, u rikthye këtë prill me një edicion të veçantë, kushtuar Ditës Ndërkombëtare të Muzikës Jazz. Ky treditësh që tashmë është bashkuar Green Touring Network në bashkëpunim me panajirin më të madh të jazzit në botë, Jazz Ahead, na solli koncerte të nivelit të lartë në Mitrovicë dhe Prishtinë, me pjesëmarrjen e disa prej artistëve më të njohur të skenës ndërkombëtare të jazzit. Nata e parë filloi në hapësirat e Qendrës Kulturore Recep Mitrovica në Mitrovicë, e hapur me performancën e artistës shqiptare Elina Duni, shoqëruar nga kitaristi britanez Rob Luft. Mitrovica ka qenë gjithmonë e njohur si një qytet i muzikës, kështu që kjo nuk më çudit as pak për ngrohtësinë dhe për veshët e mirë muzikore që ka publiku i Mitrovicës. Dihet që nëpër Evropë, nëpër lajme nuk njihet gjithmonë vetëm për muzikë jazz, por tash po fillon të njihet për jazzin dhe kjo është diçka shumë e bukur që po bën Rona dhe dua ta mbështes. Unë kam gjetur zërin tim nëpërmjet gjuhës shqipe, pra sigurisht që të këndoj shqip. Çdo gjuhë që këndoj, edhe kur nuk e flas, mundohem që ta ndjej dhe ta kuptoj, sepse është një për mua gjuhët, për mua muzika është mënyra më e mirë për të lidhur njerëzit, për të lidhur kulturat. Ndërthurja e muzikës folk me jazzin bashkëkohor mahniti audiencët që kishte mbushur sallën. Feeling good. Yeah, this is my second time in Mitrovica. It's really nice to play these songs, which are obviously Albanian songs, to an Albanian audience who understand the lyrics, who understand the meaning of the songs, like people do here in Mitrovica. Mbështetja e institucioneve luan rol të rëndësishëm drejt suksesit të koncerteve të tilla. Ne gjithmonë jemi të lumtur që edhe si institucione të dalim në mbështetje artistëve, aktivistëve të kulturës që bëjnë punë të mirë, që sjellin cilësi për publikun e Kosovës, por edhe vetë vim si publik i kulturës të shijojmë momente kaq të mira, kaq të bukura bashkë me publikun që sonte ishte edhe i Mitrovicës, po edhe nga shumë qytete tjera të Kosovës. Publiku reagoi me entuziazëm, duke e përshkruar si një event të jetë të nevojshëm për kulturën muzikore në vend. Po Kosovë nuk besoj që dëgjohet shumë, ama kjo është një muzikë që të kënaq shpirtin edhe besoj që rinia do të më orë shumë e dëgju këtë muzikë. Kjo natë kjo fantastike, kulturën me promovu që nuk jem na shqiptarë, jem shumë ngritun, jem, me thonë, një nivel me Evropën jem. Në krye të këtyre mbrëmjeve ishte Rona Nishliu, e cila me çdo detaj të mirë menduar u sigurua të sjellë një frymë të re në qytetin e saj të lindjes, Mitrovicën. Ka shku mirë, ka shku mbar, edhe kjo natë e parë, që zakonisht nata e parë është hapi i parë dhe më i rëndësishëm, dhe si nis nata e parë ashtu dhe përfundon i gjithë aktiviteti, ka qenë një natë plot emocione edhe me një ndërveprim mes Elina Dunit, që është vërtet artistja më e preferuar i këtij zhanri në vendin tonë. Në natën e dytë, koncerti u zhvendos në Prishtinë, në amfiteatrin e ri pranë bibliotekës universitare, duke sjellë atmosferën e jazzit në zemër të kryeqytetit. E njohur në mbar botën si princesha e jazzit, Aziza Mustafazadeh, me stilin e saj ndërthuri thellësinë shpirtërore të mogamit Azerbajxhanas, lirinë e improvizimit të jazzit dhe sofistikimin e muzikës klasike perëndimore. I'm so happy from concert, and I'm so glad that I came here. When it's real music, it doesn't matter in which country you are performing. Në skenë u bashkangjet edhe djali i saj 12 vjeçar. I'm most happy when he is playing. Aziza, si emër i njohur për publikun kosovar, përmes notave me piano, krijoi emocione të forta tek ta. Momentin e parë kur u futa, ula, kur than Aziza Mustafazadeh, nuk besova.
Besomni që në momentin e parë kur e pash në skenë lot ndulën pak se shumë emocion normal. Këto janë net që manë gjatë mend edhe janë net për mu, spakuj shumë cilësore edhe shumë unike. Ti mendoj që ka qenë një natë shumë e bukur që njerëzit vërtet e kanë shijuar. Vetëm një grua magjike në piano dhe shumë pak me vokal, domethënë jo aq shumë ndoshta sa e ka prit publiku, por gjithsesi ka qenë një natë magjike. Në ditën e tretë, festivali u rikthye në Mitrovic me një zë të freskët në jazzin evropian, që në Kosovë erdhi për herë të parë, Nils Kugelman Trio, treshe nga Gjermania që përmes 3 instrumenteve bëri që publiku të qohet në këmbë të vallëzoj. They welcomed us very warm, I would say, so I feel very relieved and very relaxed now, and that was a very nice concert evening. The music is written so beautifully for this trio setting. I think we all have different roles in the band, and then when we put it together, rehearsing it, it makes one sound, and I think that's also through playing a lot of gigs together, it grows. Të ulur në rresht të parë ishin mbështetësit gjerman që po ashtu shijuan performancën argëtuese të grupit. I know that Mitrovica has a great music tradition in jazz, and also since music brings people together, maybe it can also bring people from both sides of Mitrovica together. Është një nga pikat kryesore të Goethe Centrum Prishtina për të mbështetur, domethënë, aktivitetet kulturore që ndërlidhin Gjermaninë me Kosovën. Në këtë rast ishte bendi që erdhi nga Gjermania dhe erdhi këtu në Mitrovic. Ka një ndikim shumë të madh, është shumë e rëndësishme për ne dhe për mua, domethënë, personalisht me të centralizu pa kulturën duke suportuar në Mitrovic ose në qytetet e tjera dhe jo vetëm në Prishtinë, ku të gjitha aktivitetet ndodhin. Nata e fundit ishte dëshmi se festivali kishte arritur suksesin e synuar. Mendoj që kanë qenë 3 natë mjaft bukura me muzikë të stilit jazz, por të nën zhanreve secila më ndryshe se tjetra. Nata e fundit që për mua ka qenë më specialja, sepse sjell një brez të ri të jazz muzikantëve evropian, kështu që për mua ka qenë një natë shumë e veçantë. Mitrovica International Jazz Days solli 3 net me muzikë të jashtëzakonshme, emocione të forta dhe publik të mrekullueshëm. Dhe ne mezi presim të shohim çfarë magjie tjetër do të na sjellë Rona Nishleu me festivalin e themeluar nga ajo.